Lakra me mish të terur, receta ideale për ditët e ftohta. Fillimisht na duhet një lakër e mesme e cila është mjaftueshëm për një familje dhe e presim në kubza. Për këtë recetë mund të përdorni edhe lakër turshi e cila ka një shije më të fuqishme. Lakrën e prerë e largojmë në një enë dhe fillojmë me prerjen në një çepe të madhe. Këtë recetë do ta gatuaj në tenxhere në avull, ku vendosim pak vaj, çepën dhe melmesat. Unë i vendosi vetëm çep, por ju mund të përdorni edhe perime të tjera si karrota. Për melmesa, unë i kam shtu vetëm spes të koq dhe salcë domates, pasi që mishi i thatë përmban mjaftueshëm krep. E fërgojmë derisa çepa të zbutet dhe më pas i shtojmë edhe mishin e thatë, me të cilën e fërgojmë për disa minuta. Në fund e shtojmë edhe lakrën dal nga dal duke e përzirë në mënyrë që salca të shpërndahet një trajtshëm në tërë sasinë e lakrës. Kësaj gjelle nuk i shtoj as pak ujë, pasi që unë përdori lakër të freskët dhe kjo vetë lëshon atë langon e saj. E vendosim që të zihet për 1 orë në 150 gradë Celsius dhe e përzim sipas nevojës. Është një pjatë që ja vlen ta provoni.